Më korrigjon nëse jam gabim. Jam përpjekur të gjej këto informacione, por di që ke marrë borxh për të bërë filmin e parë. Se shiko. Ti zgjodhe policin kur t'u drejtua pyetja, por nga ana tjetër ke bërë shumë sakrifica edhe për filmin. Të zgjedhësh policin, punosh policia dhe të bazohesh te rroga, le të themi, shpresoj shumë që të vijë ajo ditë e lavdishme që çdo punonjës policie të jetë fokus te rroga dhe te asnjë lloj rrëshfeti apo te asnjë lloj forme tjetër e të ardhurave jashtë. Dhe ky është problem shumë i madh. Jashtë profilit që kanë. Është problem shumë i madh. E kupton, edhe le të themi e kam zgjedh policinë dhe duke ditë shumë mirë pagesat që janë për Shqipërinë, a kupton se s'mund pretendojmë shumë duke ditë se çfarë niveli ekonomie kemi ne si popull, a kupton? Por që du të them, nuk kisha mundësi tjetër, se unë atë rrogë kisha 600-650 mijë lekë rrogë. Po primi guximshëm shumë. Po tash kisha dy zgjidhje. Se ti nuk e din nëse të shpërblen apo jo ajo gjë që po bën. Punë madhe. Në fund ditës e qetësoja veten sepse thoja, okay, unë i varur nga vesat nuk jam, drogë s'po pi, alkool jo, bixoz jo, më thej tash. Edhe për çfarë po investoj? Po investoj për një diçka që mund ndryshoj jetën për mirë, në të ardhmen. Dhe ashtu ndodhi. Dhe patjetër, që ishte ky rrezik që unë mora mbi supë, pa e ditë kush as nëna ime sa ka ditë, dhe biles kur kam shkuar në stime në fund që i kam treguar për filmin e kështu, më thamu se kisha diku të 32 milion lekë që në borxh, e kupton? Faleminderit shokëve të mirë që më ndihmuan me borxh, i thon. Edhe i thash mamit, kam fituar nga filmi i parë, më sa më mendon që kanë qenë diku te 600.000 lekë vjetra. Total nga filmi i parë. Më fal, edhe një herë 600-700.000 lekë vjetra kanë qenë. Po. Nga bilet nga kinema. Jo, ishin biletat mirë, ishin po puna që kisha shumë borxh unë, kupton? Ti thua çangelin fund. Çangelin fund për mua, kupton? Kishte gjitha. Na habit. Përveç thashë the xhiro më burr, 670.000 lekë xhiro thash. Jo, ishte. Çfarë bëni kështu, jeni të ishte fitimi im. 600 diku dhe 600-700.000 lekë fitim. Çfarë bëre me ato lekë një herë ta marrë? Po çfarë bëhon ama se ishin ndaj lekë për të bëu diçka po thjesht po tregosha në familje dhe thash shu. Edhe tha mami, seriozisht ta ke pasi ta 32 milion lekë borxh. Shesën mami. Jo. Nona ime ju dhim sa tash, sepse e shifte ngarkesën time emocionale, po se kuptonte dhe mendonte se është prej filmit tashmë. Edhe thash po për zotin, kam pas tash po. Se s'themi non se normalisht familjet tona kanë atë pjesë që kursene dhe shoqër zotit. Pak në kisha në mu menaxhon, ja, po ishte rrisë, unë e mora për vete, unë s'mund të rrezikoja të ardhurët e familjes time, tash kursimet e familjes për diçka që për pasionin tënd, e kupton? Për mua ishte shumë premtues, e kupton, se ishte diçka najer, e kupton, që okay, mund dilte dhe mund mos dilte. Ama po mos a kisha marrë atë lloj risku sot se isha këtu ku jam. Shiko, është e vërtetë që leku nuk është gjithçka, se folëm edhe në fillim, është shumë problem njerëzit që jepen pas lekut, por ama leku është gjithçka për të bërë një film, ndoshta këtu në Shqipëri. Je dakord apo ja? Jam dakord patjetër, por puna është se tash un jam dakord për të pas lek, patjetër për të pas pasuri, normalisht, po jo në atë nivel që ty të verboj sy dhe të bëj një njeri hipokrit apo një njeri arrogant apo ku dëgjon. Këto gjona nuk i du. Nëse do vi dhe legu te unë me këto lloj vesesh apo sjelljesh, më mirë mos vi fare. Se nuk e du ta shoh veten time as arrogant, as kornac, as hipokrit. Do të ta shoh një veten me like pa like gjithmonë me kohë tokë. Edhe unë sot e kësaj dite është filmi 4 që unë sapo mbylla dhe realisht kur sa kam pas atë buxhetin e duhur për të bërë një film. Ke hyrë në borxhe këtë herë? Po, kam hyrë këtë herë, nuk i shpëtoj. Thell në borxhe. Jo, s'jam shumë jo, shqyr zot. Kam përshtypjen është me atë këngën harxhoje parë në mos kurse. Nuk jam shumë këtë herë. Po kam përshtypjen që kjo është për gjithë producentët këtu në Shqipëri. Me ndonjë rast të rrallë. Aty kush është misioni që unë mesazh kam. Po shiko, ore, fondet që kërkojnë këtu në Shqipëri janë qesharake o burr, po ti krahasosh edhe me vendet e rajonit, ë? Me shifra. Unë mendoj që të sponsorët në Shqipëri kanë diku pak edhe historia e filmit ndër vitet në Shqipëri, sepse ka pas, le të themi, dhe normalisht ka sponsorë që janë gatshëm të investojnë, por fakti që janë zgënjur nga produksionet më parshme, tashmë janë skeptik për të investuar në një film, e kupton? Po tash, unë
çka kam arrit me paterica apo me kohët e mia, pak rëndësi ka, po thjesht jam krenar për diçka sepse në fund ditës apo në fund projektit apo në fund ku dëgjohet çdo gjë nuk ka për të ardhur kur ti kush më kam gaçaketa më ke kaq lek apo më ke thon për kaq atë janë bërë. Gjëra që janë pak a shumë normale, ndodhin rëndom, po themi. Jo, ndodhin rëndom, sot janë bërë kështu pa çavura, kupton që ç'a nuk bën. Sa po them do mendon ti që do doje për të bërë normalisht një film? Nëse ti ke një ide në kokë si producent, si regjisor, sa do doje që të bëje një film? Nuk e limita. Mbase nuk është shifra e filmit të fundit apo e filmit të parafundit, po them shifra jote optimale. Nuk besoj se ka një çmim caktuar për film. Sepse në varësi të skenarit, në varësi të lokacioneve, në varësi të aktorëve, kupton. Por unë te ky film që kam mbyll tash nuk kam, domethënë edhe të kisha sponsor, nuk kisha çashtosha më shumë. Kupton çfarë do them? Ja, kuptoj. Me apo pa sponsor, unë ato investim për filmin e kam siguruar total, dhe nuk i kam lënë xhamangët për pjesë investime apo për pjesë monetare, kupton? Tash okay, çfarë duhet kjo. Do ky ishte filmi i parë për mua që unë punoj me staf të mirëfillt për film. Qoftë edhe nga ana teknike, qoftë nga ana aktorëve më tash. Edhe thash të filmi që po mbyll, nuk është se do më ndihmonin më lekët për t'i dhënë një nuancë më të mirë apo këtë gjë. Gjithçka e mundur që u bë, domethënë. Gjithçka që ishte për të bërë te ky film është bërë. Tani çfarë thot Filxhani për këtë film? Jo, nuk besoj në Filxhan fare. Pikërisht ky ka qenë edhe motivi im që të sensibilizoj pak njerëzit me stil. Një lloj satire e këndshme për ta treguar që unë në fakt kam qenë një rast unë kisha të iden për të bërë fallin, një film për fallxhorët, po nuk e kisha konkretizuar, kupton, nuk është se kisha një skenar gati. Edhe isha në ato ujëra që po koka ime po ideonte, po zjente, më the tash atë isha gjatë kohës po pra që kam ato rritët e mia të faljes së besimit tim, dal nga xhamia, thuaj më ndalon një grua, mesor grua me vajzën e vet, më përshëndeti, më komplimentoi për filmat e mi, për projektet e mia dhe më pyeste, a kemi ndonjë film radhë? Tash më thon drejtën po mendoj thashë të bëj një film për fallxhorët, tash. Ta seriozisht, po, ka shku menja fiksa ne këti, ke gjetë bravo, me zi po presim ne këti, faleminderit, opa, e mora një shkëndiun, tash okay, çeka diçka, sepse normalisht me njerëzit e mi që kam afër shok të familjar, gjithmonë konsultohem për një ide film, pavarësisht se dikush s'merr vesh shumë nga filmi, po thjesht kur të tregoj idenë e shoh, qesh apo nuk qesh, apo si e pret, kjo është e gjitha. Ama të pyesësh dikë tuaj që ti prezantoj një ide për film dhe ai ta mirëpresë apo le të themi ta suportoj aq shumë, tash okay, do ta bëj këtë film. Por çanodhi në fund bisedës, thamu me qera fjala thatë fallxhorët, a mos jeni fallxhorët mirë thosë, ku nuk kemi qenë tani s'po na bëjnë ndërman. Ore bëjnë namin. E di apo jo, namin bëjnë këto. E di, po patjetër. Edhe me shumë të frikshme bilës. Ore, kupton se ç'a bizdesi do ishte. Bëjnë namin, sidomos ato nga fieri. Tmerr, me radhë. Po, shiko, thash si cekëm profesionin e policisë, ashtu edhe profesionin e mjekësisë, apo edhe këto gjëra të tjera, nuk mund të bësh namin ti me lek ndërkohë që tjetri ka realisht hall. Në fakt po. Landa nga është në origjinë. Në Landës nuk i kam lënë një origjinë si personazh. E kupton, e kam lënë kështu të hapur për ta menduar çdo njeri sipas asaj mënyrës vet. Por te ky pjesë e dytë e fallit kam risi për Landën, që normalisht nuk do ta zbuloj. Jo e pat, po mos ta tregojmë. Nuk do ta zbulojmë. Nuk do ta zbulojmë më. Thjesht vjen me risi, me një stil ndryshe apo marifete ndryshe të bërit fall. Është e vështirë ta bësh publikun shqiptar për të qeshur. Unë shpresoj shumë dhe inshallah edhe ky film shpërthen si shpërthej o falli një, sepse shikoj çanot. Mu gjithmonë konkurrentët, nuk pëlqej të quaj konkurrent, po të artistë fushës ngjashme me fushën time më kanë parë si shumë të vogël për të bërë film. Që do të thotë konkretisht? Dhe konkretisht pas suksesit madh të fallit e morën si rastësi, hajtë se i shëlloja, kupton? Dhe kështu, se normalisht jemi në Shqipëri, veni vogël dhe ngjohen fjalë lart e poshtë çfarë flasin. Pavarësisht se në sy e faqe të bëjnë atë bravo, por gjithmonë pas shpina ke këto fjalët që fliten lart e poshtë. Edhe shpresoj shumë që falli 2 të jetë akoma më lart
me shitje, se normalisht ne jemi një treg ku kinemaja, statistikat kinemas tregojnë për nivelin e filmit, Patjetër, është globale kjo. Po, pikërisht. Edhe shpresoj shumë që edhe te ky fall dysh të kem atë boom, dhe pse jo dy fishën e boomit të fallit parë që të tregoj këtyre që më kanë parë gjithmonë të vogël që nëse unë bëj film të suksesshëm nuk do të thotë se është rasti, por do të thotë që është shumë punë. Si me kritika, do të thonë i mirëpret apo i vuan, i përjeton? Unë i ignoroj, faktikisht, thjesht i ignoroj, po thash nuk po them këtë që të tregoj këtyre se kush jam unë. Po thjesht to idera që janë lart e poshtë. A të ka bërë njëri të ndihesh keq, po them? Absolutisht. Në këtë kontekst po flet. Absolutisht askush. Thjesht i kam dëgjuar fjalë dhe normalisht nuk duhet që të jem, sepse unë deri dje për shembull kam thënë me vërtet, kam thënë që unë jam për konkurrencën të fushë. Dhe s'jam për konkurrencën të fushë, unë jam për sjell për t'i dhënë jetë pasionit tim, ëndrave të mia dhe nëse diçka ime është pritet mirë nga publiku, ky është misioni i përmbushur me sukses nga ana ime. Do nuk kam parë kur dikë si konkurrent në trega ku dëgjoj. Po shoh që në Shqipëri kanë shumë të e boni ky, ç'ke më trujt zoti, ky është risku im funditës, ky është puna ime, kupton? Ti s'bën dot çfarë bëj unë, dhe unë s'bëj dot çfarë bën ti. Për shembull, një artist, një regjisor apo aktor do komentonte që po unë kam një shkollë, unë kam një kështu, kam disa formime, kam disa trajnime. Ti mund të kesh jo një shkollë, po 5 shkolla, 5 fakultete, mund të jesh talenti më i madh që ka pa historia, por në momentin që ti nuk ke guximin ta bësh atë të japësh jetë atij pasioni, atij talenti që ti ke, atyre vite studime që ti ke, të rrof shkolla, të rrof talenti, të rrof çdo gjë. Mariusi po thotë që ti në kursin tënde, unë në kursin time. Jo më s'ka drejta, nuk jemi badiava këtu, kupton? S'ka drejta, unë ecën të rrugë time, unë kam vetëm një fokus në kokë që të kënaq publikun, të argëtoj publikun dhe t'i jap jetë ëndrave të pasionit që kam jetën time. Kaq, nuk shoh unë pse boni ky, pse boni ky. A boni ky më të mirë, bravo i shoft valla. Shpërthej inshallah dy fishin në çat filmin tjetër, a kupton? Dhe më duket shumë e panevojshme kjo tash që dalësh e thush jo po eci rastësisht se s'ka lidhje. Ore dëgjoj. Unë ka bërë për çeshur. Paktën falli. Unë nuk bëj filma, unë pranoj dhe pohoj dhe them me zot lart, unë nuk jam këtu për të bërë film artistik. Nëse unë do bëja film artistik do isha në tjetër profil, Unë besoj filmat artistik janë unë jam për të përcjell dhe për të prezantuar filma për atë publik që mua më ka ngritur dhe jam sot ku jam falë atij publiku. Dhe çfarë do ky publik? Bukur. Ata që sheshën me atë videon e 2017. Dhe unë shpresoj shumë që Zoti më mundsoj jetë gjatë, mundësi që bëj sa më shumë njerëz për të qeshur me projektet e mia. A janë komercial, a janë artistik? Mua nuk më intereson fare kjo puna. Okej. Ore, dëgjoj. Me që ishim te ky muhabeti fallit, se nuk e di, duhet ta bëj me ty këtë bisedë apo jo, po çfarë kemi dëgjuar për fallin? Jo për filmin, për këto fallxhoret. Madje edhe çunat përpara se të ikin që të merren me gjërat mira, shkojnë te fallxhorja për të parë fatin, do t'u eci apo nuk do t'u eci. Shumë e çuditshme. Për të thënë që kanë fitime maramonse në disa raste. Nuk dua të ofendoj njëri, po unë e shoh ignorancë pjesë, që të shkosh të besosh te një individ që në fund ditës është krijesë e vdekshme. Do i besoja fallxhorëve në momentin që do ishin të pavdekshëm ose do kishin një atribut që s'e kanë njerëzit e tjerë. Po ti krijesë vdekshme edhe ti çfarë mund të ndryshosh. Patjetër që këto mund të bëjnë ku dëgjojnë çuditëra, por mënyra se si bëjnë të çuditëra njeriu ka dy zgjidhje në jetë. Të ketë një jetë, le të themi, të tërhequr të jetë larg i Zotit dhe të jetë afër drejshit, apo të jetë afër Zotit dhe larg drejshit. Se pasojë ndajnë edhe çifte me çfarë kemi dëgjuar. Po pikërisht ku është çelç, po pikërisht kjo është një person që bën të tilla gjullurdira për shkatërrje me pagesë. Po. Një person që bën tilla gjullurdia për pagesë, për lek, do të thotë që çfarë hajri ka ai person, që ti po afrohesh dhe po thuar në mënyrë indirekte, po bën pakt me djallin, me dreshin, e kupton? Kjo është kështu e quaj unë marrëdhënie dhe bashkëpunime me këto fallxhore. Të nënshuash një pakt bashkëpunime me dreshin apo me djallin. Megjithatë, po kur vendos të bësh i famshëm ose VIP, a ke nënshkruar një pakt me djallin? Nuk besoj që ky është rasti jot, pra kjo tjetërsimi që i bën natyrës njerëzore fama, po duke parë rastet përreth ose situatën në këtë botën publike të Shqipërisë. Do të përmend një shprehje shumë të bukur, ku thotë djalli nuk e trazon jetën e dikujt që është larg Zotit. A kupton çfarë do të them?
Okej. Edhe njerëzit thash janë dhënë mas materjes, mas gjërave saj bote, sepse po duket tash sigurisht po jap kontekst e profil tjetër për gjë e fundit që po them. Nuk ka lidhje me çfarë po ti pakt, nuk është se të suksedon apo të privon diçka, të jep sukses apo të privon nga diçka mënyra apo forma se si ti beson apo nuk beson, a kupton? Kjo është çështje aftësish mbi të gjitha, a kupton? Dikush mund të ketë caktim me hec, qoftë besimtar apo jo hecën, sepse është i kanë da, janë gjona të shkruajtura edhe janë edhe dhuntit e shkruajtura në njëkohësisht, normalisht ne nuk bëjmë dot gjëra që bëjnë tjerët, atë tjerët nuk bëjnë gjërat që ne mund bëjmë. Ne jemi unik në çdo lloj forme të mundshme. E kupton? Edhe nuk besoj fare te pjesa jo po djalli, jo po pakti me djallin suksesi, fama, lavdia, më thënë është gjëra sa natyre. Jo në kuptimin e drejt për drejt fjalës, por në një lloj mënyre sigur. Në një formë është në momentin që ti harron çdo lloj norme njerëzore apo çdo lloj ideali apo çdo lloj ku dëgjon ndjesie të qenurit human apo të pasurit emocione, le të themi për krijesa të tjera, do thotë që në këtë moment që njeriu po i bëni këto për famë ka kryer çfarë sen. Kupton? Kjo është e gjitha. Është kjo, edhe kjo tu dalim pastaj që është një formë, le të themi, pakti me djallin. Në moment që ti lën minjan parimet, më thash, vetëm që ti të kesh ta arrish atë që ti ke target arrish. Kështu e konceptoj.